Është shtyr futja e rajonit të Ohrit në listën e trashëgimisë botërore në rrezik. Ky është vendimi i Komitetit për Trashëgimi Botërore të UNESCO-s, i cili u mbajt në qytetin jugo-korean Busan, me çka Maqedonia dhe Shqipëria morën edhe 5 vite shtesë për zbatimin e rekomandimeve për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Охридскиот регион во оваа фаза нема да биде ставен на листата на светско наследство во опасност и ќе го задржи статусот на светско природно и културно наследство на УНЕСКО. Денешната одлука е значаен исчекор, но не и крај на процесот. Заедно со Албанија треба да подготвиме временски ограничена рамка за спроведување на стратегискиот план до 2030 година. До 1 февруари 2027 година треба да биде доставен нов извештај за постигнатиот напредок. Në lidhje me ndërtesat pa leje në Ohër, ku gjithsej janë 4847 objekte ilegale, hotele dhe ndërtesa, Mucunski tha se ato duhet të rënohen sipas ligjit. Nga ana e ekipit ekspert të UNESCO-s janë dhënë përfundime, përkatësisht është përcaktuar qartë një kornizë që përfshin disa çështje, si planifikimi urbanistik, mbrojtja e mjedisit jetësor, ndërsa në bisedime është diskutuar edhe për trasenë e korridorit 8 te pika kufitare Qafthan. Дел од тие одлуки се комплексни, за дел од прашањата и многу директно разговаравме и со земјите членки кои што се членови на комитетот. И кај нив има разбирање дека статусот на УНЕСКО истовремено не треба да наштети на развојот на Охрид и на Охридскиот регион. И тука зборувавме за прашања поврзани со клучни инфраструктурни проекти, дел од коридорот 8, поминува во делот од тие райони. Me reagim doli edhe LSDM-ja, e cila thot se problemet janë të njëjta prej dekadash, siç janë ndërtimet pa leje, ndotja, shkatrimi i bregut të liçenit dhe obligime të tjera të papërmbushura. Sipas tyre, as brenda afatit të dhënë nuk do të bëhet asgjë për mbrojtjen e rajonit të Ohrit. Duke njohur ata, pas 5 vitesh përsëri do të jetë fajtor dikush tjetër. Dikush nga para 35 vitesh, të gjithë janë fajtor, përveç Mickoskit dhe koalicionit të tendereve që e përbën këtë pushtet. Ata sot e kanë të gjithë fuqinë dhe mbajnë gjithë përgjegjësinë si në nivel lokal ashtu edhe në atë shtetëror. Nëse gjatë këtyre 5 viteve nuk bëhet ajo që duhet, do të jetë vonë. Rajoni i Ohrit, i cili është në mbrojtjen e UNESCO-s, prej disa vitesh përballet me paralajmërime për shkak të mos respektimit të rekomandimeve për mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Problemet kryesore, për të cilat kanë paralajmëruar edhe organizatat ekologjike, janë urbanizmi, ndërtimet pa leje dhe mbrojtja e liçenit nga mbeturinat dhe ujërat e zeza.